Përshëndetje gjithëve, ja tek rishihemi sërish në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë të kem të ftuar doktor Blerim Arapi. Doktor Blerimi është shefi anestezi reanimacionit në Spitalin Higea dhe në Spitalin Amerikan 2 dhe po ashtu lektor në Western Balkan University. Përshëndetje doktor dhe faleminderit që e pranuat ftesën tonë dhe jeni këtu me ne. Përshëndetje doktor Genti, është kënaqësi që marr pjesë në këtë seri, një nga seritë e podcastit tuaj. E kam ndjekur me shumë kënaqësi dhe sot jam prezant tek ju të përgjigjem pyetjeve që na shqetësojnë ose i shqetësojnë njerëzit, sepse vetë mjekësia është një temë vete shumë sensitive për gjithë. Doktor, për mua është kënaqësi dyfish, ne së bashku pa diskutim kemi rrugtim të gjatë të njohjes edhe të bashkëveprimit në disa drejtime, po sot kam kënaqësinë që të dëgjoj më tepër rreth karrierës tuaj, rreth asaj pune të madhe që bëni me rastet me pacientët, sidomos në situata që qoftë në mundësinë tonë si koleg, po edhe në mundësinë e qytetarëve, ndonjëherë kanë të vështirë për ta kuptuar punën e madhe që bëhet dhe sigurisht jemi këtu për t'i dëgjuar. Doktor, keni zgjedhur një shërbim, një profil siç është anestezi reanimacioni, i cili është për vërtetës shumë sfidues. Pse keni zgjedhur të jeni së pari doktor dhe pa diskutim pastaj si ka marrë rrugtimi drejt kësaj fushë? Zgjedhja e specialitetit anestezi reanimacion nuk ka qenë një zgjedhje para përcaktuar nga unë. Fillimisht kemi mbaruar fakultetin mjekësisë, në ato ëndrat e mëdha ka qenë një dëshirë e ime mëje për të bërë mjek, e cila sot nuk jeton, më është një nga ato, le të themi, brengat e mia, që nuk kam arritur dot ta shpëtoj, por jam munduar që atë dëshirë të saj t'ja transmetoj dhe të ndihmoj shumë njerëz të tjerë që kanë nevojë gjatë rrugtimit tim. Kam mbaruar fakultetin e mjekësisë dhe më pas kam filluar punë si mjek i përgjithshëm në Lushnjë, në rrethin e Lushnjës, dhe më pas kam konkuruar për specializimin, që si dikur dhe aktualisht është po e njëjta skemë, pra konkurimi. Dhe në atë pikavarar që ne grumbulluam, kisha disa opsione, unë isha i prirur drejt opsioneve të kirurgjisë, dhe më pak në terapi. Në terapi intensive dhe anestezi, unë kam gjetur shumë terapi dhe shumë disiplinë të kirurgjisë. Pra, ëndra ka qenë për të bërë kirurg, por edhe kjo ka qenë një zgjidhje e cila ndoshta pak i ndikuar nga ish profesori i cili sot nuk jeton më, dekani Crisopano, i cili më bëri një orientim, thashë shiko, djalimbar, mund ta zgjedhësh anestezi reanimacion dhe do jetë një nga degët e të ardhmes. Dhe unë aktualisht them që është e tashmes, është dhe të ardhmes. Pra, një mjek ndjehet i plotësuar shumë me anestezi reanimacion. Realisht. Është një specialitet që ju e dini më së miri, ka një ngarkesë të madhe emocionale, ka një ngarkesë të madhe stresi, ka një ngarkesë të madhe vështirësie, sidomos në situata të caktuara ku mjeku anestezisë është tepër i rëndësishëm për të shpëtuar jetën e pacientit. A i reflektoni ju këtë ngarkesë emocionale dhe stresin në punë? Dua të them, Genti, specialiteti anestezi reanimacion në shumë vende të botës, sidomos në Francë, çdo specialist i futet në këtë rrugë, bën një testim dhe për fat të keq është që duhet të suportosh shumë stres. Sepse është specialitet me një presion të jashtëzakonshëm, me një stres. Unë shpeshherë them që të punuarit anestezistit dhe reanimatorit të sigurt punosh në një lartësi të madhe, në çdo momenti mund të bjesh. Pra, mund të bjesh shumë shpejt. E thënë, pra, ndryshe pacienti mund të humbasi jetën ose rrezikuar gjatë gjithë kësaj periudhe, do të jesh shumë i kujdesshëm. Sa i rëndësishëm është minuti në sallë për profesionin tuaj? Unë mendoj që janë dhe sekondat. Janë dhe sekondat janë të rëndësishme për të shpëtuar jetë. Minutat bëjnë diferenca të mëdha. Ajo që unë them është ne jemi si punë një bodyguardi që duhet të përgatitesh për gjithçka dhe të shpresosh që s'u ndodhi asgjë. Pra gjatë gjithë kohës ti duhet të jesh shumë i përgatitur.
Në qoftë se në terminologjinë ne kemi një mjek të përgjithshëm, reanimatori është një mjek specialist i përgjithshëm. Pra do të ketë njohuri në të gjitha fushat. Doktor, le të hyjmë pak më thellë në profesionin tuaj. Le të dëgjojmë pak më tepër për raste të ndryshme klinike të karrierës tuaj. Së pari do doja të pyesja sa vite kemi karrierë, së paku 20 vite në karrierë në shërbimin e anestezi reanimacione. 20 vite, e më tepër. Që do thotë në 20 vite ka një gamë të gjerë të rasteve, të shumë kujtimeve që ju keni nga puna juaj që ju kanë lënë gjurmë. Unë do doja të dëgjoja cili është ai rast i cili në gjykimin tuaj është rasti që ju ka ngelur vërtet në mendje nga gjithë kjo karrierë gjatë për shkak të shumë arsyeve që mund të komunikoni së bashku. Rastet janë të panumërta që ne kemi, raste të cilat realisht kemi qenë duke humbur pacientin dhe në sajt të një trajtimi, pra një involvimi të ekipit dhe të mua personalisht, kemi arritur të shpëtojmë pacient të pashpëtueshëm le të themi. Unë nuk do të harroj një rast në spitalin tonë, një pacient 67-68 vjeç, më falni për atë moshën eksakte, vjen në spitalin tonë për shkak të një plage diabetike në këmbë, ishte pacient i operuar përpara me bypass, diku te 7-8 vite, me funksion kardiak shumë të ulët, me gjendje septike për shkak të gangrenës së këmbës dhe kishte ardhur me idenë për të shpëtuar këmbën. Dhe hospitalizohet, ideja ishte për të bërë një ballonim të arterieve të këmbëve, e cila menjëherë pasi pacienti hospitalizohet diku tek 1 ose 2 orë, pëson një arrest. Mjekët e pavionit, kardiologët bashkë me ekipin tjerë, ndërhyjnë duke filluar masazhin dhe thirremi në spitalin ton ka një që quhet kod blu dhe jemi thirrur neve mjekët reanimator. Unë bashkë me kolegun tim kemi shkuar dhe kemi bërë masazh, pra kemi gjetur pacientin në arrest, e kemi intubuar, masazh kardiak diku te 20-25 minuta dhe pas 25 minutash pacienti është rikthyer me ritëm dhe kemi menduar transferimin në terapinë intensive, sepse pacienti ishte në katin e 4 në pavion. Gjatë transferimit na shësor përsëri pacienti bën arrest. Kemi filluar përsëri masazhin, pra deri në terapinë intensive ka vazhduar masazhi, aplikimi dozave të adrenalinës, duke mbajtur mend ndoshta te ky pacient mund të jenë të kaluar edhe 600 ampulla adrenalin dhe atropin, preparate të tjera të cilat ne i përdorim gjatë CPR-it, pra reanimimit. Dhe kemi arritur moment në terapinë intensive ta rikuperojmë përsëri pacientin. Pra të marrë hemodinamik, të marrë tensione. Do të kuptojmë, janë 2 arrestet një pas njëshme, një pacient funksion kardiak shumë të keq, dhe e stabilizojmë në terapi intensive, monitorizim, fillojmë vendosim kanjulat, sepse pacienti ishte me kanjul periferike, kateter central, dhe pas disa minutash pacienti pëson një arrest të tretë. Të gjithë shkaqet ishin padyshim që hiperkalemia për shkak të gangrenës, një nga shkaqet, funksioni i ulët kardiak i pacientit, dhe kemi filluar përsëri reanimim rreth 40 minuta dhe kemi stabilizuar pacientin. Komunikuar me familjarët rreth situatës dhe me ekipin e ortopedëve sepse ishte nevojshme pra apuntimi. Pra nuk mjaftonin 3 arreste, por duhej futur në sallë në këto kondita. Pacienti ishte dhe pacient në insuficiencë renale kronike. Tepër dhe kjo pjesë, sepse shumë shpejt pacientët që janë me insuficiencë kardiake dhe kanë problem renal ngarkohen shumë shpejt. Kemi thirrur ekipin, kemi diskutuar një, le të themi, nga familjarët kuptohet kishin humbur shpresat, pra por ne u shpjeguam, pra kishin humbur shpresat. Imagjino pastaj që ti të futesh në sallë në këtë pacient. Por ishte vetmja zgjidhje për këtë pacient. Bile se u kam thënë një fjalë familjarëve, është vetmja zgjidhje dhe këtë lloj pacientës këmba pritej në fushë betejë. Pra aq që rëndësishme ishte pra apuntimi i këmbës. Kemi hyrë në sallë, e kemi apuntuar dhe më pas një kirurgji që shkoi pa probleme, le të themi me ato sigurisht pacienti me inotrop, me një seri, ne i themi pema VD3, pra aq shumë shringa ishin që suportonin pacientin, dhe më pas transferuar përsëri në terapinë intensive, duke qenë se kaliumet mbeteshin në nivele të larta, gjatë sallës pacienti mori dhe disa flakon gjak, sepse humbte, kishte dhe hulluz gjaku që përdorte, edhe insuficienca renale po ashtu në mes, dhe pas sallës kemi dërguar në dializë për të bërë hemodializë.
dhe rikthehet përsëri në terapi intensive. Problemi i madh ishte sa kishte vujtur truri. Pra e kthyem, e operuam, por sa kishte vujtur truri, se është problemi i madh. Në rast se truri vuan disa minuta, ekziston mundësia që mos rikthehet asnjëherë. Dhe fati kuptohet i madh pas 3 ditësh pacienti zgjuar dhe për një javë është dërguar në shtëpi. Pra ky është një ato raste që realisht i mbaj mend, pra rasti i jashtëzakonshëm. Pra duhet gjithmonë të jesh deri në fund të shpresosh. Doktor, ju flisni dhe na treguat një rast ku janë minuta të gjitha të përfshira, janë orë të tëra të përfshira. Çfarë ngarkesë emocionale mund të ketë për një ekip që dedikohet plotësisht edhe mezi pret që ky pacient të kthehet në normalitet, ndërkohë presioni është i gjithë i mbi ju dhe kaq i lartë. Ti harron gjithçka. Ti harron veten tënde. Ti harron se sa i ke energjitë, e vetëm gjë është ti je i fokusuar në shpëtosh pacientin. Pra ky është qëllimi vetëm, pra ti të zbatosh çfarë di, protokollet gjitha, ndonjëherë të dalësh dhe jashtë protokolleve, por ta shpëtuar pacientin. Doktor, më thatë që keni 20 vite karrierë dhe sigurisht puna jonë është punë e 24 orëshit, pra punë ku telefonohesh dhe në mes natës, telefonohesh në një orar kur ti nuk e pret për të dhënë kontributin tënd ndaj një rasti të caktuar. A mbani mend në një rast të vështirë ku ju është dashur ndoshta të shkëputeni nga pushime, ndoshta të shkëputeni nga një rutinë normale juaja për të dhënë një kontribut në një rast të vështirë që ju kanë telefonuar? Atëherë do t'ju them një rast tjetër shumë interesant. Unë do mund të rria gjithë ditën ose gjithë natën 24 orë dhe nuk do të mjaftoni rastet. Ka qenë një djalë i ri i ardhur nga Kosova, 37 vjeç, me një tumor shumë të madh. 37 vjeç. 37 vjeç, pacienti kishte qenë duke luajtur futboll dhe pa e kuptuar fare, një pacient i pa diagnostikuar, dhe ishte goditur me top dhe kishte bërë rupturë të tumorit dhe hemorragji masive dhe tek ne ka ardhur diku nga ora 8 e darkës. Unë kam qenë realisht me disa shokët e mi duke ngrënë darkë dhe njoftohem nga mjeku Rojës që ishte në spital që ka një djalë i ri dhe duhet të futemi patjetër në sallë. Hemoglobina ishte 4.4. Grupi gjakut ishte në mos gaboj A pozitiv dhe pacienti vazhdonte të humte gjak, takikardik 150-160 frekuenca kardiake me tensionet e 4 tek 5. Kemi lënë gjithçka, jemi nisur me shokët e mi, ishte ofruar dhe ekipi kirurgëve, urolog, një ekip i përbërë me disa mjek, një ndër këta me shumë eksperiencë, dhe kemi folur me familjarë që duhet patjetër të hyjmë në sallë. Jemi futur në sallë, imagjino, me tensionet e 3-4, me ilaçe noradrenalinë që suportoi periferia, kupton, pacienti takikardik, ishin administruar diku te 4-5 flakon gjak në momentet që ne sa arritëm në spital. Pavarësisht kësaj, pacienti vazhdon të humte. Moment që kemi në induksion anestezistë, një induksion i shpejt, me pak preparate anestetike, pothuajse pulset gati nuk kapeshin. Pra kemi arrit në këto momente sepse edhe vetë gjaku krijon një shtypje, pra krijon një sindrom kompartimenti. Pra e përkeqëson akoma më shumë pra situatën hemodinamike. Pra jemi futur midis jetës dhe vdekjes, pra limiti ishte ndante një cak shumë i vogël. Është hapur barku dhe vetëm dilte një gjak në sasi, sigurisht e lum, jo gjak, aq sasi e madhe. Dhe neve paraprakisht kishim vendosur një kateter central të hemodializës. Pra ne nuk përdorim kateter central të hemodializës vetëm rastet kur pacienti ka nevojë. Të kemi përdorur për shkak kalibrit të madh. Dhe vinin flakon të gjakut nga banka, nuk pa i mend, ky mund të ketë marrë ndoshta 30 flakon gjak. Dhe ne jepshim me shërim 50 ml për gjakun gjatë gjithë kohës. Kirurgët arritën, tumori i madh nuk arrin dot që të kapeshin hilosin, pra të kapshin arteriet, pra që të klamponin, por është shumë e vështirë. Dhe ndër këto është futur një nga ekipi i mjekëve i vjetër i urologëve, i cili filloi pra ato të themi kirurgjinë e luftës, pra duke hequr copat e tumorit, duke arritur dhe klampuar arterien. Në moment caktuar kur arriti të kapte arterien renale, na pyet ne sepse aty ishte bërë komplet salla, gjithandej gjaku, imagjino. Na bën një pyetje, shikon diku te ndoshta 8-10 litra gjak, të humbura vetëm tek aspiratorët, dhe bën një pyetje, ore sa litra gjak ka njeriu? Kemi ne 4-5 litra. Thotë është e pamundur.
Pasi është kapur arteria, kuptohet stabilizuar situata, kemi qenë më qetë, dhe pas disa orësh kemi dalë në terapi intensive, nesër kemi zgjuar djalin dhe aktualisht ai dhe tumori ishte një tumor cistik, pra me një prognozë shumë të mirë, aktualisht djali jeton me një shëndet të plotë. Për ky është në ato raste që themi ti nuk pyet ku je, çfarë je duke bërë, pra duhet të jesh në shërbim të shëndetit të njerëzve. Ndërkohë që do dëgjoja, doktor, merrni një mendim në lidhje me fëmijët. Domethënë, ju më thatë për një rast 37 vjeç, tumore në moshë kaq të re janë sensibël, edhe pa diskutim përfshihesh emocionalisht, po ç'a ndodh me fëmijët? A keni pas ndonjë rast tek fëmijët që juve ju kish dashur hyni në një sallë ku vërtet ka qenë emocionale ose një rast i vështirë që e kujtoni? Unë do të kujtoja një rast i cili fatkeqësisht ishte një rastet që më ka ngel në memorie. Domthonë kam akoma breng, një djalë i vogël 9 vjeç, kishte duke kaluar një infeksion viral nga varicella, ose lia që quhet. Ndryshe, prej disa ditësh histori, dihet që me 10 fëmijë smuren, ndonjëherë edhe neve ose pjesa e popullit kur ka fëmijë të smur me li i dërgojnë fëmijët për ta marrë infeksionin për ta kaluar sa më lehtë. Dihet që te fëmijët e vegjël infeksioni kalohet më lehtë, ndërsa me rritjen e fëmisë infeksionet janë më të rëndësishme. Dhe një nga komplikacionet më madhore është miokarditi edhe pankreatiti ose në ditën e 14 është ruptura e splenit. Në rastin konkret, fëmia kishte disa ditë, në mos gaboj një javë, histori, ne e sjell në spital, në urgjencë kishte sjellur gjyshi, fillimisht fëmia kishte qenë në shkollë, kuptohet atje i lodhur, i zverdhur, si duket me hipotension, takikardike me radhë, dhe mësuesit ishin shqetësuar. I shqetësuar me të vërtetë dhe kishin njoftuar prindërit dhe kishin ardhur gjyshit se prindërit ishin në punë, kuptohet, jemi gjithë angazhuar. Dhe kishin marrë dhe duke e marrë fëmia përndoi hapas hapi akoma më shumë dhe kishin edhe dërguar në spitalin tonë. Kuptohet, me këto merren pediatrët, pra disiplinën e pediatrisë, e kishin vizituar me njerëz, kishin diagnostikuar që fëmia kishte miokardit. Me një funksion shumë të ulët, fëmia ishte 180 frekuenca kardiake, tensione tek 4, tek 5, tek 6 me vështirësi. Dhe bashkë me kolegët e tyre organizojnë gjithçka për ta transportuar pacientin, fëmin në repartin publik, terapinë intensive për pediatri. Momenti që fëmia sapo ka dalë nga spitali, ka bërë arrest kardiak. Është filluar reanimimi dhe ridërguar në urgjencën tonë. Kemi filluar me në ardhje pacienti fëmia ishte në arrest. Mund kemi marrë pjesë ndoshta 4 ose 5 reanimator, masazh, kemi asistuar mbi 2 orë te ky fëmijë. Dhe nuk është arritur të kthehet në asnjë moment fëmia, fatkeqësisht. Sepse edhe ishte shumë vonë, edhe në ardhja në spital, po edhe pjesa e vujtjes, sidomos miokarditet kur janë të pamjekuar pra për disa ditë janë shumë rebel. Janë shumë rebel sepse shoqërohen me ulje të funksionit të zemrës dhe ka raste që janë shumë fulminante. Pasi kemi mbaruar atë reanimimin, kam parë pra një moment caktuar pas 2 orësh, ne kemi si protokoll 1 orë dhe ndërpret. Asnjëri nuk ndalonte, pra vazhdonte reanimimi dhe pas 2 orësh kemi ndërprer reanimimin dhe kam parë aty të gjithë kolegët e mi, të gjithë qanin. Pra tek ai fëmijë shikonin fëmijën e tyre. Pra personifikimi ishte ky. Aty kam parë një, të them, qarje kolektive në realisht. Një dhimbje që vazhdoi sot dhe kësaj dite kam ngelur peng ai fëmijë. Si është për ju, doktor, që ti je parë një situatë të tillë dhe të duhet që të nesërmen të vazhdosh prapë aty ku e ke lënë? Është e vështirë? Unë e quaj mjekun shleftëtar. Pra ti mund të pasësh një betejë, por i detyruar të nesër të luftosh përsëri. Kjo është detyra jonë, kjo është misioni jonë. Doktor, në karrierën tuaj, a ka patur në një rast ku ndërhyrja e disa ekipeve në mënyrë të vazhdueshme ose përfshirja e shumë kolegëve të tjerë ju ka sjellë suksesin në një rast caktuar? Ndoshta kujtoni në një rast që
Sigurisht operacionet janë nga më të shumtat, ju keni një numër të konsiderueshëm raste klinike, po ndoshta diçka që ka qenë e veçantë ose diçka që e keni në memorie për ta ndarë me ne. Unë kam një memorie shumë, një rast shumë të freskët. Po. Pra, një ndërhyrje ose ndërthurje e disa ekipeve. Unë zakonisht jam i përfshirë në terapinë intensive. Neve kemi dy disiplina, anestezin dhe terapinë intensive. Jam i përfshirë sepse qëndroj shumicën e kohës në terapi intensive dhe gjitha rastet paka shumë janë të ndërlidhura me terapinë intensive. Terapi intensive shto që janë. Kemi pas një rast i nxjerr para disa ditësh nga spitali, një grua e moshës 67 vjeçe, pson një sulm cerebral, shkon në QSOT, trajtohet për një 4 javë dhe dërgohet në shtëpi. Dërgohet në shtëpi dhe nuk qëndron më shumë se 24 orë dhe vjen një darkë, pra pas 24 orësh, paraqitet tek urgjenca spitalit ton me tensione të ulta, me hemoglobin shumë të ulët, pacienta e përgjumë, pra ishte përkeqësuar pra situata neurologjike dhe me njëherë është hospitalizuar në terapinë intensive. Sigurisht filluar administrimi i gjakut, bërja konsultave me radhë, neurolog, kardiolog, dhe kirurg dhe shifet të dala me lena. Pacienti kishte dalë me antikoagulant në shtëpi. Çfarë shohim në të gjithë kuadrin e gjakut? Një anemi të thellë, një hemoglobin diku tek 5, kishte trombocitet diku tek 39.000, pra një ulje të trombociteve. Fibrinogjeni ulët, INR-ja shumë e lartë 3.5, azot krahati po ashtu të rritur, 3.5 krahati në gjuhën tonë që kuptojmë, pra kemi bëjmë insulinë serenale, e cila ka disa ditë që është instaluar, dhe thresim mjekët gastropatolog, të cilët ndërhyjnë me njëherë duke bërë një fibro dhe shohim një hemoragji në stomak. Arrit bëhet sklerotizimi, konsultohet, kuptohet me ekipet e tjera, siç e thash, kirurg, neurolog e me radhë, dhe vazhdon pacienti gjatë natës pra të pavarësisht administrimit të disa flakonëve gjatë ketë përsëri ulje të hemoglobinës. Përsëri bëjmë një rikontroll në mëngjeset. Në mëngjes shohim përsëri hemoragji, trombocitet 29.000, fibrinogjeni 150 në normë, japim produkte përsëri të gjakut, ribëhet përsëri sklerotizim me argonplazm dhe kërkojmë bashkë me hematologun, reumatologun, nefrologun me radhë, cili është arsyeja. Kemi vazhduar së paku 10 ditë duke bërë sklerotizim çdo ditë. Dërguar të gjitha analizat, njërën 3 ditë për shkak të edhe çerdimit të veshkave, do të bëjmë seanca dialize. Pacientja vazhdon dhe është dashur diku te 10 ditë që ndalohet hemorragjia. Duke dhënë produkte gjakut, duke dhënë gjak, fibrinogjen e me radhë, për fat të mirë kemi në spitalit tonë, por debati tjetër ishte pacienti kishte kaluar një infarkt dhe do duhesh të lihesh pa antikoagulim. Ishte një sfidë tjetër, pra pacienti kishte nevojë pa antikoagulim, nga ana tjetër stomaku, dhithe e me radhë. Dhe na vinë analizat të cilat tregonin një sindrom antifosfolipidik pozitiv. Kjo histori kishte filluar, mendojmë, edhe më përpara. Pra pacientja ka psuar që fillim, pra shkaku i trombozës ishte sindromi antifosfolipidik. Kemi filluar një medikament të veçantë, sepse antikoagulantët nga goja nuk punojnë, që quhet fondoparin, i cili nuk shkakton në vetvete, nuk shkakton frenim të trombociteve. Dhe më pas kemi kaluar me varfarin, por imagjino me trombocite 29.000 të nisësh antikoagulant. Me një stomak, cilin neve detyruam prisim derisa të kishim një stabilizim, pra këtej një rrezik shumë i lartë për hemorragji, këtej kishim një proces mikrotromboze, pra që konsumonte trombocitet, t'i jepje trombocite dhe vetë organizmi prodhonte dhe ajo prap e konsumonte në periferi, dhe riskun për të bërë tromboza të mëdha në vena e thella, transitet poshtme, në tru dhe në venën porta. Këto janë komplikacione më mëdha që të pret. Avash ditë pas dite, pra kemi arritur që pacientët pastaj të nxjerrim në shtëpi me sukses. Pra është unë mendoj që ky sukses ishte i gjithë ekipit, pra të gjithë një koordinim shumë i mirë. Dhe këtë u kemi thënë familjarëve, gjëja më e rëndësishme është vendosja e diagnozës. Absolutisht. Gjëja më e rëndësishme, pra nëse ti vendos diagnozën dhe ke një ekip të mirë, pra
një kombinim i të gjithë specialiteteve të prodhon sukses më të madh. Neve nuk e quajmë, sepse në mjekësinë ti e di shumë mirë, sot ka një luftë midis kolegëve, bilës më e rëndë është brenda llojit, më fal që po e them, por është e vërtetë. Është një betejë e madhe midis njëri tjetrit. Një ambicie dhe ambicie e madhe. Unë përdor një shprehje, ne punojmë si ekip, tim. Kjo është gjë shumë e rëndësishme. As imi, as i joti, është e gjithëve. Pacienti i spitalit dhe ne do punojmë për pacientin. Doktor, me gjithë ngarkesat që keni, ka pas në një moment që keni menduar të bëni një hap pas, qoftë edhe një periudhë shkëputje të pjesshme? Për shembull, një kohë akute që ka qenë Covidi për shembull. Ju keni qelluar në shenjë, momenti më i vështirë ka qenë Covidi. Ne jemi marrë me trajtimin e formave të rënda të Covidit. Fatkeqësisht gjithë pacientët që vinin, sepse në fund të ditës kjo ka qenë një sfidë, pra Covidi nuk ka qenë vetëm një sfidë e specialiteteve të tjera, ka qenë një sfidë reanimatore. Për vërtetës. Absolutisht. Dhe problemi ishte që ne kishim burime të mangta me mjek reanimator dhe me ato që janë makinat të cilat asistonin insuficiencën respiratore. Unë jam marrë personalisht me një krimin një qëndre, e cilën kishin diku tek 20 pacient, maksimum, se ishte pa mundur për të mbajtur më shumë, dhe ka qenë periudha 2021-shit me deltën, pra ishte varianti delta i Covidit, ka qenë sfida më e madhe jona. Sfida më e madhe jona dhe ti duhet kuptosh në një moment caktuar që, shiko, kush e zgjidhe mirë? Askush nuk ishte një zgjidhje, unë mendoj që u kalua pandemia dhe nuk e di, a kemi marrë ndonjëri të kuptoj se kush ishte në thellë problemi. Nuk ka një analizë. Nuk ka një analizë dhe do duhen vite për të kuptuar atë gjë. Por ajo që ishte në atë kohë ishte përpjekjet, po ta them, heroike e gjithë ekipit. Unë flija në shtëpi me maskë, ose kisha raste që nuk shkoja në shtëpi, pra flija në hotel, për shkak të djalit që kisha të vogël, kisha merakun. Dhe atëherë ka qenë në shtator, tetor, dhe kishim pacient që na vinin shumë vonë, me një vujtje të madhe, nevoja të larta të litrazhit, dhe kishim asistencën non-invazive me CPAP. Dhe pothuajse shumë pacient vinin dhe humbin jetën fatkeqësisht. Dhe ka qenë një moment kam menduar realisht të heq dorë, domethënë të them stop, nuk mundem më. Ka qenë vështirë. Ishin të lodhur telefonat që binin atë ditë, pacientët që kishin nevojë gjithkohon, ti ishe i komplet i veshur, i djersitur, i lodhur, i gjitha me radhë, i stresuar në fund pastaj kur ti nuk prodhoje rezultat, pastaj ishte krijonte një presion shumë negativ. Pra kam menduar realisht të them stop, nuk mundem më. Realisht nuk mundem më. Dhe pastaj kemi filluar të intubonin çdo pacient që vinte. Çdo pacient që vinte me indikacion ne intubonim. Dhe realisht ishte zgjidhje më mirë. Por thash ka qenë momenti më i vështirë pandemia, që realisht më ka bërë që ndoshta mund të hiqa dorë dhe nga mjekësia. Aq e vështirë ka qenë. Periudhë shumë e vështirë, shumë e ngarkuar, sidomos për ju që llogaritë sa shumë ju telefononin për të marrë një mendim miqësor, dikush që ju njifte. Pastaj për të diskutuar dhe me situatën spitalore. Dua të ndaj një detaj, kam pas një fëmin 11 vjeç, pra një nga pacientët më të vegjël që kam trajtuar, një gocë 11 vjeçe e ardhur nga Elbasani, dy prindër mjek, diku tek 10 ditë, 9 ditë në mos gaboj, me histori me Covid, dhe ata ishin dorëzuar, kishin gjetur emrin tim diku dhe më adresojnë na sjellin pacient fëmin aty. I thash unë nuk kam trajtuar fëmijë, realisht ne trajtonim 14 vjeç e sipër, adult. Sigurisht fëmia ishte i rritur, pavarësisht moshës 11 vjeçe, po ishte i rritur, vajza. Dhe në vjen me 60 litra oksigjen me temperaturë prej së paku 7 ditë, 40, që spriste paciente shumë toksike. Ftohtë, me anësi të ftohta, temperatura e lartë, saturimet e ulta, pra nevojat për thash 60 litra. Dhe u them familjarëve, doktorit që ishte dhe jema kishin vajzë të vetme. I them duhet intubuar. Po me një vendim i cili atëherë ka qenë një kujt i thoshe familjarëve që do intuboje ishte një si thua dënim me vdekje. Pra, u intubua dhe pacienti do vdesë, por që nuk ishte e vërtet. Jo gjithmonë ishte e vërtet. Do them një detaj më vonë lidhe me këtë. Dhe i them më thot doktori bëj çfarë duash, kjo është vajza jote. Kemi intubuar vajzën dhe vendimi i dytë ishte terapia.
Sigurisht nuk ishin le themi të ngurtësuar ose pra nuk ishte eksperjenca që të përdorimin e antiviralve dhe imunosupresorëve. Ka marrë një vendim personal për fillimin e antiviralit dhe tocilizumabit, i cili është një imunosupresor. Një mosha i të re. Mosha i të re, do të thënë, nëse nuk do kishte sukses, kuptohet që do ishe në atë epiqendër. Absolutisht. Dhe realisht ka funksionuar terapia dhe pas disa ditësh neve ka filluar pra të ul nevojat për oksigjen ditë pas dite dhe kemi arritur ta ekstribojmë diku tek dita e 11 në mos gaboj dhe ditën e 13 vajza ka ikur në shtëpi. Pra është një nga ato realisht vendimet shumë të vështira që ka marrë. E ka marrë vendimin dhe unë isha i bindur që këtë vajzë do ta shpëtoja. Isha i bindur që do ta shpëtoja dhe kjo ishte vendimi dhe realisht vajza. Dhe doktor, kur ju flisni, unë besoj fort si mjek psikiatër, po edhe si qytetar, që bindja është shumë e rëndësishme në punën tonë, sepse nëse ju nuk e besoni atë që aplikoni, nuk ka se si të kemi sukses në punën që kemi, sidomos në raste të tilla ku ti je i dorëzuar, ti nuk ke asnjë metodik tjetër përveç se të aplikosh të gjithë mendimin mjekësor në raport me një situatë të vështirë që ndodhesh. Unë dohet të lidhe përsëri me këtë, kam pas një episod tjetër, përsëri pacient Covidi, një ish ndihmës anesteziste vjetër, nëna një personazhi politik, dhe shtrohet, vjen me nevoja shumë të larta, formë rënde e Covidit, dhe momentin e parë që kam thënë që do intubohet, pra me kisha qartësisht të gjë, duhet intubohet. Vendos. Dhe i them që duhet intubohet patjetër, direkte, sa po ka paciente, pas 25 minutash kemi intubuar, vazhduar terapin dhe në darkë më shkruan një mesazh vajza e pacientes, doktor, të lutem, kisha dëshirë që tezja ime të marrë pjesë në larjen e mamas. Pra një nuk lejohet aty që tysh pastro sepse është vendi i tillë që kërkon. E dyta, kemi ekipin që është 4-5 veta e mjaftueshëm për të bërë gjitha shërbimet. Edhe më thotë kjo ndoshta çik edhe komike, po edhe tragjike në të njëjtën kohë, më thotë doktor s'më kuptove kur ndroi jetë. Më thotë duhet që tezja ime të marrë pjesë. Thash, aty jam shtangur, thash të lutem. Ne nuk kemi mbaruar akoma betejën në luftën. Dhe ajo ka shpëtuar. Ajo pacient e shpëtoi. Pra, nuk e quaja që një pacient intuboj, nuk do t'i arrinte. Shumë e rëndësishme kjo. Kjo më ka ngelur, prandaj doja ta ndaja si detaj. Në gjitha ato vështirësie, doktor, ju ka bërë ose më saktë i hyni tek njerëzit që besonin Zot apo tek njerëzit që nuk besonin Zot, besonin në përpjekjet dhe forcat e individit për të çuar gjërat para? Nuk jam ateist, besoj në Zot, nuk besoj në institucione shumë, nuk besoj në dogm, unë besoj që ekziston një Zot i cili neve na shef, na vlerëson. Në një moment të vështirë na jep dorë. Dhe shumë herë kur jam momente të vështira, sigurisht i kërkoj ndihmën. Absolutisht. Doktor, cili është raporti që keni me familjarët e pacientëve? Shiko, unë kam një raport shumë misor, jam i drejt për drejt, me ta, të ndodh që përkushtohem. Je duke ecur në rrugë dhe dikush të ndalon? Shumë herë ndodhin që unë nuk i mbaj mend, shumë herë më flasin, nuk i mbaj mend, do duhet një kohë e caktuar që unë të kujtohem për ta. Pra, nuk arrit dot të gjithë ti mbaj mend, ka shumë detaje, domethënë, por realisht shumë njerëz, por mundohem në përditshmërinë time të punës, të jemi drejt për drejt, të jap maksimum nga vetja, të kërkoj ndihmë. Nuk e kam turp asnjëherë të kërkoj ndihmë, nuk e kam turp të hap librin, të lexoj, nuk e kam turp kur është dhe gabim, them që kemi gabuar, asnjëherë nuk është turp. Cila është mesazhi, këshilla, momenti më i bukur që ke pas nga një familjar, një pacienti, që të ka ngelur në mendje, diçka, ndoshta një mesazh pas një dalje nga spitali apo diçka që ti e kujton dhe do ta ndash me ne. Pa diskutim mesazhet janë të shumta, por diçka që të ka ngelur në mendje. Mesazhet janë të shumta, unë do thosha një nga këto ka qenë kjo vajza që më shpëtoi, vajza e doktorit, që donte të më nxirrte një nga programet, ka insistuar shumë një nga programet televizive dhe nuk kam pranuar, kam dashur të jem anonim
të jem anonim, jo kem atë rolin e protagonistit. Neve, ose të them që mjekësia sot ose mjekët në Shqipëri janë të stigmatizuar. Absolutisht. Kuptohet, edhe për fajin ton, edhe për fajin të atyre që bëjnë politikat, edhe për fajin të një popullate të gjerë, le të themi, pra që ka një mungesë në këtë pjesë. Jashtë kur pacienti ndron jetë, thuhet që shkoj. Kurse në Shqipëri ka një problem që thuhet që e vrau doktori apo ekipi. Ka mjekët të paaft, që është faji shkollës tonë, që e kanë bërë paaft, e ka bërë me diplomë. Por unë nuk dua të besoj që ka mjek të cilët duan që pacienti ti të eci keq. Kjo do ishte për te një mundësie kriminale. Unë them që nuk besoj dhe nuk do të besoj që ka mjek të tillë. Por në Shqipëri është krijuar një klim e mosbesimit ndaj mjekësisë. Mua më vjen keq, kemi një mjekësi, unë do thosha mjekët janë në raport më mirë se çfarë ofron infrastruktura shqiptare. Kjo është dhe duket me mjekët tanë që shkëlqejnë Evropë. Pra nëse këta do ishin pa aftë, këta nuk do shkëlqenin. Nëse këta do ishin pa aftë, nuk do ktheheshin përsëri. Por nuk shoh shumë pak mjekë që kthehen. Absolutisht. Që unë mendoj që kemi mjekë të mirë, kemi probleme padyshim, kemi një mjekësi, unë mendoj një mjekësi jo shumë të zhvilluar, kjo është një nga ato që më dhem shumë. Pra kemi një mjekësi jo shumë të zhvilluar, krahasimisht me vendet ku ne duam të aderojmë. Dhe kjo duhet përpjekje e gjithanshme, nuk është vetëm e mjekut, por është e gjithëve. Ti do të rregullosh kushtet mjekëve, të cilët punojnë me aparatura, me pajisje dhe në fund të ditës edhe mjeku do të jetojë mirë. Pra nuk do t'ja këtë kokçarje duhet ta mendojnë që një mjek që t'japi maksimumi nuk do të ketë kokçarje të tjera. Ka një test shumë të thjeshtë që është testi i telefonit. Në testin e telefonit ne të dy e dimë që në shumë vende sot të zhvilluara, mjeku nuk e ka asesi kontaktin direkt me pacientin nëpërmjet telefonit, sepse ka një administrat që merret, ka një pararoj që e paraprin mjekun për sa i përket këtij komunikimi. Por një sistem ku mjeku e ka një kontakt kaq direkt, pacienti e bën që ta marrë edhe për gjëra që nuk janë urgjente. Edhe kjo krijon edhe një lloj, po themi, prishje të balancës në raportin midis një pacienti dhe një mjeku. Po sigurisht problematikat janë të ndryshme, janë të shumta dhe në çdo rast lën goxha hapësirë për të diskutuar. Doktor, çfarë të trishton më shumë në realitetin tonë? Çfarë është ajo vlerë njerëzore apo ai elementi shoqërisë që ty nuk të pëlqen, do doje që të ishte ndryshe? Shiko, në rrafshin le të themi shoqëror, social e gjitha, për mua që më vret më shumë në këtë vend ku jetojmë është mosmënjoja. Mosmënjoja është një nga veset më të këqija që mund të ketë. Ky është problemi më i madh. Kjo më vret për ditë. Absolutisht. Dhe fatkeqësisht është shumë e shpeshtë në dhe hipokrizia. Janë dy gjëra që më trishtojnë realisht sot. Dhe një tjetër element që të doja të pyesja në fakt është dhe raporti me kohën tuaj, domethënë në këtë realitet që kemi të vështirë në të gjitha dimensionet të punës, të ngarkesës, doktor Blerimi si ja bën për gjetur kohë për veten e vet? Unë jam një ngrënës i keq i kohës së familjes, i djalit tim, se një djalë kam, i gruas time, i vëllezërit të mi, i familjes me radhë shokëve. Unë harxoj shumë kohë në spital. Harxoj ndoshta 70-80% të kohës time, harxoj ose në spital, ose duke i kthyer atë që thatë përgjigje nëpërmjet telefonin të gjithëve. Mundohem t'ju gjendem. Me aq mundësi, me aq sa di. Po them edhe mjekësitë e zhvilluara, qoftë Anglia, qoftë Italia, qoftë shumë vende të tjera, kanë probleme. Pra nuk është një mjekësi, edhe në gjithë Evropën, nuk është një mjekësi e cila duket aq mirë, dhe këtë e tregoj në periudhën e Covidit, po them që Anglia, një nga vendet më të zhvilluara, ka një mjekësi, pra një sistem i cili po vuan shumë. Kuptohet, ka dhe klinika, ka dhe vende të cilat themi kanë një mjekësi shumë të zhvilluar, por në përgjithësi kanë dhe ato probleme të tyre dhe ne arrim të komunikojmë, pra kjo është luksi i një pacienti shqiptar, edhe kur jeton jashtë, që në çdo moment ketë akses me doktorin.
Absolutisht. Unë përpiqem që çdo pacienti t'i kthej një përgjigje, t'i jap një mendim për sa i përket sëmundjes së tij ose një këshill. Doktora, ka ndonjë këshill, ndonjë fjalë që u ka ngelur në mendje nga bashkëbisedimi me nënën apo me babain, një këshill që ju e aplikoni e keni me veten tuaj çdo ditë? Ajo që ka qenë këshilla e prindërve, sidomos mamas, ka qenë që duhet të përpiqesh në maksimum të japësh. Pra, unë vi nga një familje e cila nuk kishte vlera të themi të një shkollimi të mirë, ndryshim ka djali im, që ka dy prindër që jap një suport maksimal, por ajo që më ka thënë ti do të përpiqesh më shumë se të tjerët. Pra, je në një maraton dhe që ti ta përfundosh atë maratonën, duhet patjetër të japësh maksimumin 1000% nga aftësitë tua. Edhe nga dikush tjetër që ti e ke në krah. Patjetër. Kjo është. Unë sot do të jepja një rekomandim të gjithë të rinjve. Ne sot po hym në tregun evropian dhe u them gjithmonë lini telefonat, por lexoni, hapni libra, lexoni. Rrisni vlerën tuaj, sepse ti nesër unë sot në spitalin tim nuk e bëj atë krahasimin me kolegët e mi. Ajo çfarë bëj unë, shifet, ose do shifet, do lexohet nga kolegët e mi në Evropë. Sepse sot është bota e kollajshme, dërgohet skaneri, dërgohet epikriza me radhë, dhe në rast se ti ke shkelur protokollet gjitha, të kuptohet që do dali diçka patjetër. Pra ti duhet të krahasohesh me evropianët. Absolut. Dhe këtë u them këshillën të gjithë rinjve që edhe djalit tim i them libri është shumë i rëndësishëm. Libri është shumë i rëndësishëm për sa i përket zhvillimit, qoftë si njeri, qoftë si intelekt, libri është më i rëndësishëm. Meqense jemi në këtë pikë, cili është opinioni që keni për studentët tanë? Studentët tanë të shkenca mjekësore, domethënë ky brez, a kemi premisa pozitive, a janë këta studentë që lexojnë, që studiojnë për të ardhmen? Çdo brez mendoj që nxjerr disa elementë që janë më të mirë se brezi paraardhës. Problemi jonë është i shkollës. Dhe këtë e them hapur, dhe kush të doj le të kaloj në debat, ne kemi problem në simvënien e fakultetit mjekësisë. Absolutisht, na duhen profesor që të japin mësim, jo profesor që të merren me atë praktikën e tyre, por duhet merren me profesionin në simvënies. Dhe unë mendoj defektet më mëdha të shkollës tonë mjekësore, të mjekësisë, fakultetit mjekësisë, është mësimdhënia. Dhe kush të doj, le të hapi debat, unë jam i bindur, ky është problemi jonë. Ne kemi brumë shumë të mirë. Buka na del e keqe. Këtë du ta gjejnë ata që janë. Doktor, një tjetër pyetje. Sepse ajka, më fal, në fakultetin e mjekësisë vjen ajka e studentëve. Kjo është e padiskutuar. Problemi ku është? Gjatë procesit. Nëse neve kemi defekte, nuk nxjerrim mjek të mirë, do thotë që defekti është gjatë mësimdhënies. Qoftë pjesën mësimdhënies, qoftë në praktik, qoftë në teori. Unë them më shumë çalem në pjesën teorike. Nuk mundet që në fakultetin e mjekësisë të futen 400 veta, të mbarojnë fakultetin 400 veta. Në qoftë se ti diplomon 400 të vitit parë në vitin e 6, do thotë që ti ke probleme. Unë mendoj që kjo do të jetë 60-80%, duhet të diplomohen në vitin rregullisht. Madje ndonjëherë një ndër diskutimet që bëhet, që unë e bëj shpesh me kolegët, është që ndonjëherë nuk ka filtr as për studentët të cilët kanë problematika të theksuara ndonjëherë dhe të shëndetit mendor, të cilët nuk mund të, për një arsye apo një tjetër, për shkak të problemit që kanë, nuk mund të diplomohen. Pra nuk mund të jenë nesër në shërbim për shkak të problematikës në raport direkt me pacientin, por kjo është një debat i madh publik që të dy e dim që ka të diskutime nga më të ndryshme. Doktor, në rast se një nga kolegët tuaj në një moment caktuar jeni në kontakt dhe dëgjoni që dikush ka folur keq për ju, si është reagimi juaj? Reagim impulsiv apo reagimi i njeriu që e merr më lehtë këtë situatë? Përgjithsisht unë e marr shumë lehtë këtë situatë. E para njëherë çfarë raporti kemi me atë kolegu. Pra, kush po të çan Genti apo të çan dikush tjetër. Pra, çfarë marrëdhënie ke pas ti me atë koleg? Ose kush është ai koleg? Pra e marr gjithmonë, unë e marr me sportivitet.
unë nuk mendoj, gjithmonë mendoj çfarë mendoj unë, çfarë flas unë, jo çfarë mendon ose flet kolegu. Petri. Okay. Neve duhet flasim me vepra. Duhet flasim me rezultate, duhet flasim me vlera. Pra vlera njerëzore, vlera intelektuale, pjesa tjetër pastaj është një konsum i tepërt, besoj. Absolutisht. Doktor, cili është qëllimi që i keni vendosur vetes? Si do donte doktor Blerimi të mbahej mend në karrierën e tij? Përsëri duhet të them fjalët që thoshte Imam, që një njeri mbahet në jetë për dy gjëra, o për mirë o për keq. Dhe unë shpresoj që Blerimi të mbahet mend për mirë. Kjo është qëllimi. Ky është qëllimi im, të mbahet mend për mirë. Kollaj fare. Jeta është një shëtitje e cila ka ato momentet ulet ngritjet e me radhë të një mali, të themi Himalajet, dhe në fund të ditës pastaj të gjithë vim të barabartë dhe ikim të barabartë. Doktor, unë kam absolutisht një respekt profesional edhe sigurisht njerëzor i pa diskutuar për ju. Jam shumë i kënaqur që sot të dy kishim mundësi të ndalim këto mendime dhe ju të na diskutoni situata dhe raste që unë jam më së i bindur janë edhe shumë më të shumta dhe sigurisht rastet janë të pafundme për karrierën tuaj të gjatë. Do dëshiroja për jush një mesazh të fundit, një mesazh drejtuar të rinjve që në gjykimin tim janë absolutisht target grupi më i rëndësishëm në shoqërinë tonë. Ajo çfarë do t'i thosha të rinjve, e para njëherë është të rinë larg veseve, të merren me sport, respektojnë familjen dhe të lexojnë librin, të zhvillohen. Pra, është e vetmja mënyrë, pra duke punuar fort, që ata të rrisin vlera vetes të shoqërisë dhe ne të bëjmë përgjithsisht një shoqëri konkurruese me shoqëritë e tjera evropiane, ku atje ne po mendojmë kemi një 35 vite që shpresojmë, po vazhdojmë më së fundit të besojmë, por jemi akoma jo në finish. Doktor, të falenderoj shumë. Të falenderoj shumë për këtë podcast interesant dhe shpresoj që të kemi të çuar aty ku duhet mesazhet e duhura. Ishte një kënaqësi pjesëmarrja në këtë podcast. Shpresoj që të ridëgjohemi, të rishihemi. Absolutisht. Në evente të tjera. Faleminderit. Faleminderit, doktor. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, do të shihemi si çdo të mërkurë në orën 19 në podcast me doktorin. Faleminderit.